Çdo vit sjell suksese të reja për aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Me shtimin e shërbimeve, rritjen e stafit, linjave të reja ajrore dhe një numër gjithnjë në rritje të udhëtarëve, edhe ky vit po premton rezultate të jashtëzakonshme. Zëdhënësja e aeroportit Valentina Gara thotë se trendi i rritjes së udhëtarëve po vazhdon edhe këtë vit. Vetëm në 3 mujorin e parë të vitit 2025 është shënuar një rritje prej 16% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. E me këtë fluks të udhëtarëve, u shtuan edhe kërkesat për linja të reja. Më të rekorik, pritën të jenë udhëtimet e para drejt qyteteve franceze në Lyon dhe Paris. Ne vitin e kaluar, siç e dini, kemi përmbyllur një vit mjaft të suksesshëm me mbi 4 milion udhëtar. Në 3 mujorin e parë të këtij viti ne kemi arritur një rritje të numrit të udhëtarëve diku rreth 16% më shumë se sa vitin paraprak. Jemi duke vazhduar me një trend të rritjes së tillë. Në muajin prill kemi pasur diku rreth 22% e tutje. Kështu që edhe gjatë kësaj sezone ne presim që të arrijmë një numër mbi 4 milion udhëtar dhe kemi bërë të gjitha përgatitjet e duhura për këtë fluks të udhëtarëve. Kemi planifikuar që me datën 3 korrik do të kemi fluturimin e parë për Lyon dhe për Paris. Kështu që shpresojmë se do të kemi edhe një interesim të udhëtarëve. Biletat tani më veç janë në shitje. Është një destinacion i cili është kërkuar mjaft nga qytetarët e Kosovës. Shpresojmë se edhe do ta shfrytëzojnë këtë destinacion. Përveç investimeve në infrastrukturë, siç janë shtimi i kapaciteteve të portave, nga 8 porta në 12 të cilat i numërojmë tani, ne po ashtu kemi pasur edhe një impakt në punësimin e të rinjve në Kosovë, kështu që kemi rritur numrin e të punësuarve diku rreth 61 punëtor më shumë, krahasuar me periudhën e vitit të kaluar. Vetëm nga janari këtij viti ne kemi punësuar shtesë diku rreth 50 punëtor. Shërbimi më i ri në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari është self check-in, një sistem që mundson udhëtarëve të kryejnë vetë procesin e regjistrimit pa pasur nevojë të presin në radhë. Ky shërbim, që prej kohësh është pjesë e aeroporteve ndërkombëtare, tani është në dispozicion edhe në Kosovë, duke e bërë përvojën e udhëtimit më të shpejtë dhe më komode për të gjithë pasagerët. Ne kemi tani edhe self-check-in, apo sportelet e vetë pranimit të udhëtarëve, ku udhëtarët kryen shërbimet e tyre në mënyrë vetanake, pa pasur nevojë që të shkojnë dhe të presin në linjat e gjata apo në radhë tek sportelet e pranimit të udhëtarëve që patjetër do të ketë një punanjes. Qytetarët dinë të përdorin këto sportele për shkak se ky shërbim ka qenë edhe në aeroportet tjera dhe më herët, sidomos të rinjët, moshat e reja dinë të përdorin dhe kryesisht përdoret mjaft shumë. Mirë po, megjithatë, ne kemi vendosur edhe personel shtesë afër këtyre sporteleve në mënyrë që të ndihmojnë qytetarët në rast se hasin në ndonjë vështirësi gjatë kryerjes së këtij procesi. Le të përdorin self-check-in më shumë, këtu siç e shihni nuk ka radhë, po ashtu edhe procedurat kryhen më shpejt. Destinacionet më të shpeshta vazhdojnë të jenë Zvicra, Gjermania dhe Austria, vendet ku jeton dhe vepron numri më i madh i mërgjimtarëve shqiptar. Ne zakonisht para përgatitemi për çdo fluks të udhëtarëve dhe kemi kapacitetet e duhura si të burimeve njerëzore, po ashtu edhe kapacitetet e infrastrukturës, siç e përmenda më herët, kemi shtuar hapësira në terminalin e aeroportit, kemi shtuar edhe shërbimet e self-check-in dhe self-bag drop. Po ashtu kemi diku rreth 31 sportele tjera të pranimit të udhëtarëve, kështu që për momentin kemi kapacitete të mjaftueshme për çfarëdo fluksi, duke pasur parasysh edhe trendin e rritjes me cilin kemi filluar këtë vit. Destinacionet cilat paraprin me numër të udhëtarëve janë dhe akoma mbeten shteti zvicran, Gjermania, pasohet nga Turqia dhe më pas nga Austria. Zvicra është diku rreth 40% e tregut në Kosovë, po ashtu edhe Gjermania.
Turqinë kemi dikur rreth 9% të tregut dhe 6% Austria, ndërkaq shtetet apo shtetet tjera mbesin në përqindjen tjetër më të ëllët. Se ditët më të ngarkuara në aeroport është dita e mërkurë, mesjava do thotë, dhe vikendeve. Ka raste kur ne kemi mbi 100 fluturime brenda ditës, mirë po ka edhe ditë ku kemi më pak fluturime, ndoshta deri 60 apo 70 fluturime në ditë. Sipas ekspertit të turizmit, Baki Hoti, Kosova nuk është më vetëm destinacion për diasporan, por po tërheq gjithnjë më shumë edhe turistë huaj. Vetëm gjatë vitit të kaluar, është shënuar një rritje prej 36% të vizitorëve ndërkombëtar, duke pozicionuar Kosovën si një destinacion në ngritje në hartën turistike të rajonit. Ndikimi i liberalizimit të vizave ka treguar që shumë kosovarë po lëvizin dhe po shkojnë për vende të ndryshme për të vizituar. Po ashtu, tashmë se përket pjesës diasporës, tashmë veç ka filluar sezona dhe kemi një fluks të shtuar të numrit të diasporës të cilët po e frekuentojnë Kosovën nëpërmes aeroportit Ademja Shari. Ndërsa se përket rritjes së numrit të vizitorëve ndërkombëtar të cilët dita ditës po shtohen për ta vizituar Kosovën, mund t'ju themi që Kosova tashmë është destinacion turistik dhe ju e dini që Unioni i Turizmit të Kosovës ka punuar jashtëzakonisht shumë për përfshirjen e Kosovës në paketat ballkanike dhe evropiane dhe kjo ka reflektuar pozitivisht duke përfshirë pra tur operatorë ndërkombëtar edhe Kosovën si destinacion dhe tashmë edhe nëpërmes enti statistikor të Kosovës kemi një rritje të numrit të turistëve. Ju e dini që vitin e fundit ne përmbyllëm me 36.8% rritje të numrit të turistëve ndërkombëtar dhe ky trend është në rritje sipër. Hoti thekson se institucionet duhet të investojnë më shumë në promovimin ndërkombëtar të resurseve turistike të Kosovës. Neve na kanë bërë rutin këto gjërat nëpër Kosovë, por Kosova ka mjaft potenciale turistike për të vizituar. Po ashtu përshtypja vizitorëve që vinë në Kosovë është keq në fillim ndryshe, ndërsa kthehen me një përshtypje jashtëzakonisht shumë pozitive. Si një shtet i ri, si një shtet me kulturë, me traditë, me mikpritje, me vende atraktive, me një potencial tek turizmi kulturor dhe ai natyror, Kosova ka mjaft për çka të ofrojë për vizitorë ndërkombëtar dhe kjo ka reflektuar thash që me shtimin e interesimit të grupeve ndërkombëtare për ta vizituar Kosovën. Në momentin kur një shtet futet në këto pakete ballkanike, pra një shtet ballkanik siç është Kosova, atëherë automatikisht kjo ndërlidhet me gjitha shtetet dhe bëhet ai turi 10-15 ditor ku edhe Kosova tashmë përfshihet në 2 ose 3 ditë. Për ata ju po shihni një shtim të numrit të vizitorëve. Ne kemi pa për çdo ditë po shohim edhe grupe nga aziatike të cilat po vizitojnë Kosovën. Pra ata po vinë këto ture ballkanike të cilat vizitohen krejt Ballkanin dhe është e përfshirë edhe Kosova. Unë mendoj që institucionet e Republikës Kosovës duhet bëjnë shumë më tepër për turizmin, duhet ta kemë prioritet turizmin për shkak se turizmi është një nga shtyllat kryesore të ekonomisë në vendi. Nëse ne e shohim në industri sot, industria e turizmit është industria më e madhe që ka numrin më të madh të punësuarve në Kosovë. Andaj duhet t'i jepet prioritet qoftë në promovim, qoftë në zhvillim dhe qoftë në politika stimuluese dhe mbështetje për industrinë e turizmit të Kosovës. Sipas sociologut Jeton Brajshori, këto shifra priten të vazhdojnë të rriten, përderisa ekziston një diasporë fuqishme dhe familje që i ruajnë lidhjet me atë dheun me përkushtim të madh. Liberalizimi i vizave e ka forcuar edhe më shumë këtë lidhje, duke e bërë më të lehtë dhe më të shpeshtë komunikimin e drejtë mes mërgatës dhe familjarëve të tyre në Kosovë. Na shqiptarë shuhemi për familjet mëdha, edhe pse kemi migruar, atëherë ne gjithmonë i kemi mbajtur lidhjet për shkak se ne dim që familja hapat e parë të vlerave, normave dhe traditave i kemi në familje dhe ne shqiptarët mund të mburremi me atë se përveç lidhjes emocionale ne kur migrojmë e ruajmë edhe një subkulturë në vendet ku shkojmë. Pra, hapim shkolla shqipe, hapim klube shqipe për shkak se dëshirojmë që ta kemi një pjesë të vendit tonë atje. Normalisht që
Kjo lidhje emocionale me familjarë që janë këtu, fatmirësisht tash me liberalizimin e vizave është bërë më e lehtë, për shkak se ne dim që sidomos gjeneratat më të vjetra, pra gjyshët dhe gjyshet, ka një lidhje shumë të veçantë me nipërit dhe mbesat e tyre të cilët janë në diasporë, pra dhe në këtë mënyrë edhe ky socializim i brendshëm familjar që është i domosdoshëm, na mundson tani më që për shkak të liberalizimit të lëvizur më lirë dhe normalisht që shfrytëzojmë sado pak kohë, sado një bilet me të lirë që të afrohemi tek familjarët tanë, për shkak se familja është kështjella e fundit dhe ato pra e gjejmë mbështetjen gjithmonë. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari është i përgatitur për të përballuar një verë me fluks të lartë udhëtarësh, duke shpresuar që si vjet të vendoset një rekord i ri, fal infrastrukturës së përmirësuar dhe përkushtimit të stafit.